Pas 3 muaje gjysmës varritjeje, drejtuesi i SPAK Altin Tumani, kryetaria e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Mirela Bogdani dhe krerët politike e oligarkia në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë mbyllur pazarin për emrin dhe emrimin e drejtorit të Byros Kombëtare të Hetimit. Në njoftimin zyrtar të KLP, Mirela Bogdani bëri me dije se propozimi i SPAK për drejtuesin e BKH të diskutohet dhe hidhet për votim në mbledhjen plenare të datës 9 dhjetor 2025. Njoftimi është formalisht i rregullt, por krijon një absurditet kushtetues lidhur me afatin që do të ketë drejtori i ri i BKH në raport me mandatin e SPAK. Sipas paketës shtesë të kushtetutës për organizimin e organeve të posaçme të drejtësisë, SPAK-ut i kanë mbetur edhe 3 vite mandat. Nëse parlamenti nuk ja zgjat mandatin, SPAK ndërpret veprimtarinë si prokurori e posaçme, ndërsa drejtori i Byros Kombëtare të Hetimit do të emërohet për 5 vjet, pra 2 vjet më shumë se mandati i mbetur i SPAK. Megjithëse këto janë 2 pjesë të një strukture të vetme që kanë të njëjtën detyrë, hetimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në dhjetor 2029 përfundon mandati 9 vjeçar i SPAK, ndërsa BKH ka mandat deri në dhjetor 2031, duke krijuar situatën absurde, ku vetëm gjysma e strukturës së posaçme mbetet në aktivitet. Në varësi të kujt do të jetë Byroja Kombëtare e Hetimit, kur SPAK të mos ekzistojë, si do të hetojë dhe çfarë do të hetojë, kush do të nënshkruajë autorizimet dhe kush do të përfaqësojë funksionin prokurorial, nisur nga realiteti i politikës shqiptare, ku pushteti shkel kushtetutën sipas interesave të veta, nuk përjashtohet që Byroja Kombëtare e Hetimit të pushojë së funksionuari së bashku me SPAK. Ky sinjal ka ardhur tashmë nga Edi Rama dhe Sali Berisha si subjekt të hetimi bashkë me familjarët dhe klanet e tyre, të cilët shfaqin interes të drejt për dobësimin e strukturave të posaçme. Procesi i emërimit të drejtorit të BKH nuk është zvaritur nga mungesa e dokumenteve apo procedurave, por nga pazari politik dhe koordinimi i interesave mbi kontrollin e hetimeve. Ditën që KLP votoi datën 9 dhjetor, ishte i qartë se pazari kishte përfunduar. E paqartë mbetet vetëm e ardhmja e BKH në një arkitekturë drejtësie ku SPAK mund të mos ekzistojë më.